Berisha akuzon Elira Kokonën, korporata e investimeve shqiptare Piramid Dhjedhjesh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi korporatën e investimeve shqiptare dhe drejtuesen e institucionit Elira Kokona se po tjetërson pronat shtetërore me urdhër të kryeministrit Edi Rama. Rama ka gjetur një pullumbesh që tjetërson çdo pronë shtetërore sipas dëshirës dhe urdhrit të kryeministrit, ka thënë Berisha gjatë konferencës nga Selia Blu. Piramida më e madhe e vjedhjes dhe mashtrimit në historinë e vendit, korporatën e investimeve shqiptare e cila është krijuar me destinacion për menaxhimin e investimeve në bazë të një ligji antikushtetues. Kemi të bëjmë me dorëzimin e pronave të vlefshme shtetërore në duart e Ramës dhe Kokonës, që ka qenë në zyrat e kryeministrit. Ajo kontrollon tani korporatën e investimeve shqiptare dhe ka një tagër të bëjë në kundërshtim me ligjet dhe prokurime publike të pronave që përcakton se në momentin kur një pronë shtetërore tjetërsohet i kalon vetvetiu pronarit në kundërshtim me kushtetutën që shpall të drejtën e pronës si të drejtë të pakundërshtueshme. Rama ka gjetur një pullumbesh që tjetërson çdo pronë shtetërore sipas dëshirës dhe urdhrit të Ramës.